nga pikpamja e tregut përgjithshëm. Unë shoh nga pikpamja e përdoruesit të inshurencave. Por pse duhet të rritet? Ka shumë faktor. Domethënë, çdo kompani, siç thash, bën vlerësimin e dëmeve të vitit që ata janë, në bazë të primjeve dhe të parave që ata kanë mbledhur. Se ne gjithë kontribuojmë për të paguar dëmin e dikujt. Mund të jetë edhe joni ose dikush tjetër. Nëse kjo kompani ka mbledhur një shumë të caktuar lekësh dhe ka paguar më shumë se sa ç'ka mbledhur, kjo është e detyruar që në vitin që vjen të rriti çmimet në mënyrë që të jetë me numra pozitiv për humbjen që i ka shkaktuar viti i kaluar. Megjithatë, është tregu i lirë, personi mund veprojë sipas interesave përkatëse. Është i lirë, njerëzit kanë mundësi të blenë, të anullojnë shtetin e Michiganit, siguracionin e automjeteve dhe të shtëpive dhe të pronave në çfarë do lloj kohe, dhe kompanitë e siguracionit, kushdo që ajo qoftë, është e detyruar të rimbursojë çdo klient për ato ditë siguracioni që ai e ka anulluar dhe të mbaj vetëm atë sasi lekësh që ata kanë qenë të siguruar nga kjo kompani. Mu ka ndodhur që edhe për 3 ditë që kalova nga njëra nga tjetra kanë rimbursuar. Është kundra ligjit. Është me ligj, klienti është i mbrojtur që të paguajë siguracionin e mjetit dhe shtëpisë për ditë që ai ka qenë i siguruar, jo për periudha mujore apo vjetore. Një pyetje tjetër, ka të bëjë me të ashtu quajturin kredit. Ka 2 lloj kreditesh që lidhen me kompanitë e sigurime. Një është krediti juaj personal financiar me bankat kur i keni paguar në rregull dhe tjerë me radhë që vlerësohet nga kompanitë bankare dhe kompanitë të tjera, dhe një është krediti për inshurenca. Ç'është krediti për inshurenca? Domethënë rrezikshmëria besoj e individit për kompaninë inshurenca nëse ka bërë më shumë gabime ose. Ju e thatë shumë drejt, ka 2 kredite që janë 2 faktorë shumë të rëndësishëm në botën e siguracioneve, në çmimin e siguracioneve. Një është krediti financiar, i cili në apostrof në 2020 nuk duhet të jetë më faktor për sa i përket çmimit. Krediti financiar i çdo individi nuk duhet të jetë më faktor në vlerësimin e rrezikshmërisë të një shoferi. Fatkeqësisht, kompanitë e siguracioneve kanë gjetur disa mënyra të tjera për të marrë në konsiderat kreditin financiar. Pavarësisht se është kundra ligjit, mbrapa algoritmeve të llogarive që ato bëjnë, gjendet një mënyrë për të marrë në konsiderat edhe sot e kësaj dite krediti financiar. Por pas 2020-s, i vetmi faktor që do merret në konsiderat për sa i përket çmimit të siguracioneve është pikërisht krediti i siguracioneve. Në kreditin e siguracioneve merret parasysh mosha, merret parasysh zona, zip kodi ku ne jetojmë, merret parasysh numri i shoferëve dhe i antarëve që jetojnë në atë shtëpi. Gjithashtu merren parasysh densiteti ose frekuencia e shoferëve me mjetet në shtëpi, sa shoferë janë dhe sa mjete janë. Gjithashtu merret në zip, jo në zip kod, se tash me ligjin e ri është një hapësirë më të madhe, se sa vetëm ai qyteti, merret në nivele zona të caktuara që kompanitë e siguracioneve kanë rënë dakord me shtetin ti vizatojnë, merret parasysh frekuencia e aksidenteve në atë zonë të caktuar, në ato qytete të caktuara. Gjithashtu merret parasysh densiteti i banorëve me makina, me mjete në atë zonë të caktuar. Okej. Po edhe ajo kryesorja pikët që quhen të ashtu quajtur. Sigurisht, mënyra se si ne ngasim makinën është faktor, shpejtësia
që ne mund të dënohemi, mund të marrim tiketa, është faktor. Distraction driver është një nga elementet kryesor tashti në këtë botën e re të teknologjisë. Distracting driving është një nga shkaqet kryesore që ka bërë rritjen e numrit të aksidenteve dhe frekuencinë e aksidenteve. Domethënë, përdorimi i celularëve në garë. Përdorimi i celularëve, përdorimi i elementeve të entertainment që makina dhe mjetet kanë sot, lidhja e aplikacioneve të ndryshme të telefonit me automjetin, dëgjimi muzikës, teksti, leximi i mesazheve. Teksti është më. Por këto janë faktorë që e kanë rritur jashtëzakonisht shumë frekuencinë e dëmtimeve të rrisjeve. Tani, unë jo më larg se sot mëngjes më vjen një mesazh në telefon, e thot nëse jeni deri në 50 vjeç, jetoni në këtë zip kod, mund të merrni një inshurancë më të lirë, po kompanitë e inshurancave nuk ja tregojnë këtë. Edhe nëse keni vetëm lëvizje deri në 30 majla nga banimi. A është e vërtet ky fakt apo janë abuzime? Jo, këto janë abuzime. Domethënë në shtetin e Michiganit në 6 muaj policy, vetëm të paguash detyrimin ndaj MCCA, që quhet Michigan Catastrophic Fund. Dhe vetëm detyrimet për shtetin, hiq blerjen e liability që është e kërkuar me ligj, hiq mbrojtjen e pronës që është e kërkuar me ligj. Blerja e collision of comprehensive është zgjedhja juaj, vetëm paguimi i këtyre detyrimeve ligjore që shteti i Michiganit ka, çmimi është minimumi te $200 për mjetin më të vogël me rrezikshmërinë më të vogël nga shoferi më i kujdesshëm që mund të jetë. Në këtë mes, sepse janë të shpeshta këto, madje më vinë emaila, po marr shembull personal për ta bërë, që thotë mund të keni $19 inshurancë në këtë zip code. Këto janë kompani që mbledhin të dhëna. Këto janë kompani që quhen lead vendors. Këto hedhin mesazhe në treg të kësaj natyre. Edhe ti fut të dhënat tua dhe të dhënat e tua personale me ditëlindje, me zip code, me numër telefoni, me email. Dhe këto kompani pastaj, këto dhëna që ti ke futur atje, na i shesin kompanive të ndryshme, të siguracionit, sepse ti ke interesit besës. Për shembull, në këtë mes është praktike kohëve të fundit, të bie një numër telefoni që se nje, ose unë jam një person, do t'ju ndihmoj për zgjidhjen e inshurancës tënde të makinës, dhe të kërkon të dhëna personale dhe nuk e di se sa e vërtet është, pasaj që të drejton tek një agent apo për një kompani të caktuar. Janë kompani të specializuara në shitjen e të dhënave të individëve. Pra njerëzit duhet të kenë kujdes. Shumë kujdesshëm me dhënien e këtyre informacioneve. Mos besoj njeri që i merr vetë në telefon të shkojnë vetë. Do t'i sugjeroja klientëve që të marrin në telefon kompanit direkt. Kompanitë e siguracionit paga shumë kanë emra të fuqishëm që ne të gjithë Farmers Insurance, AAA, Allstate, State Farm, Progressive. Janë kompani që janë në treg për 100 vjetësh, janë kompani që kanë reputacione dhe kanë një strukturë ligjore për sa i përket mbrojtjes së dhënave të individëve dhe klientëve të konsoliduar. Do t'i sugjeroja klientëve që mënyra më e mirë për të blerë siguracion është duke kontaktuar direkt kompanitë ose agentët e këtyre kompanive, sepse kanë një mbrojtje legale, kanë një procedurë që ne jemi të detyruar me ligj ta ndjekim. Të dhënat që ata na japin janë komplet konfidenciale, nuk shiten nga agentët apo nga kompanitë, kanë një procedurë, nëse ata do jenë në dijeni për çdo akt nëse kompanitë e siguracionit do i shesin këto të dhëna diku tjetër. Dhe do informohet klienti nëse kjo kompani siguracionesh këto dhënat personale të këtyre individëve do i ofrojnë dikujt tjetër. Një pyetje tjetër ka të bëjë me një
rast hipotetik, po që është i vërtet, them hipotetik, sepse di personin në fjalë. Një person bën një aksident. Në këtë aksident, personi që ngiste makinën e vetë, kur ndodhi aksidenti, fatmirësisht nuk pati në një dëmtim të madh trupor, megjithatë është ankuar ke kompania e inshurencave se unë shkova në chiropractic e këto tjera dhe hedh në gjyq kompaninë e palës kundërshtare. Deri këtu është në rregull. Pyetja ime ka të bëjë me këtë. Pse duhet në këtë mes duhet merreshin vesh kompanitë, jo individi i cili ka shkaktuar aksidentin. Bile këti individi dërgojnë në shtëpi edhe njoftimin që për rastin e aksidentit të tij, ai nuk është e nevojshme të vi vetë në gjyq, po mund të merret si dëshmitar për gjyqin midis dy kompanive për mbulimin që i takon këtij. Hapi parë është që në kompaninë ku ti je siguruar, ajo do të hapi claimin. Ajo do jetë pagusja e parë e shërbimeve në qoftë se ti ke bler mbulimin e mbrojtjes fizike. Pastaj, më vonë, kompania e siguracionit, me kompaninë e siguracionit palës tjetër, që mund të jetë me faj apo pa faj, sigurisht që futen në një debat ligjor me njëra tjetrën, kush e kishte fajin dhe vendoset fajtori dhe bëhet një farë kompensimi përse përket dëmit të shkaktuar nga kompania nga individi, nga kompania e tij, që është mbrojtur individi. Por në këtë mes njoftohet vetëm individi. Njoftohet individi, njoftohet kompania dhe përfaqësuesit ligjor të kompanive, avokatët e dieve kompanive. Dhe çdo claim, një diçka që është shumë e rëndësishme, për çdo ankesë për dëmtim fizik apo prone të mjetit tënd apo të mjetit tjetër, kompanitë e siguracionit i vën jashtëzakonisht shumë rëndësi dokumentimit të dëmtimeve dhe të raportit kur dëmtimi ndodh. So klientët duhet kenë shumë parasysh kur të marrin në telefon kompaninë e siguracionit. Të vetë, pasi ka ndodhur aksidenti. Pasi ka ndodhur aksidenti, të njoftojnë kompaninë e siguracionit në mënyrën sa më detaje që të jetë mundur, në mënyrë që të shmangin çdo konflikt ligjor më vonë. Mos pagimin e dëmit nga kompania e tyre, ose mos mundjen e dokumentimit të fajit të dikujt tjetër ndaj tyre. Është shumë e rëndësishme dokumentimi i dëmit, marrja e fotografive të mjetit të tyre, marrja e fotografive të mjetit tjetër, nëse ata janë dëmtuar nga një dikush tjetër, marrja, domethënë dokumentimi me sa më shumë detaje nga individi që ndodhet në aksident.